sektor dërma. Punoj me pularin, selit, familjarisht. Fillimet e viteve ishin të vështira, edhe filluam të njihemi me Fed Invest që na ka ndihmuar goxha në fillimet e punës. Kam 7 vite, edhe më tepër, 8 vite që punojmë me bankën Fed Invest kur kishin nevojë për financim. Financim të shpejt bëhet fjalë. Gjë që ne e gjetëm me njerë. Kemi punuar pasi pengesë dhe me shpejtësi të mirë, edhe jemi të kënaqur, nuk kemi ankesa nga dita që po flas sot. Unë punoj me fëmijë, me grua, me të gjithë familjen. Edhe me këtë investim që kemi bërë, kemi jetë goxha mirë. Shpresoj të ecim edhe më tej. Biznesin e kam nisë fillimisht se kam punuar në Greqi, e njoh atë biznes në Greqi. U ktheva në Shqipëri 2005. E kam filluar nga zero. Dal nga dal me hapa të avashta, kemi arritur ku jemi sot. Biznesi ka jetë herë mirë, po e kemi pas edhe disa hapat. Prapë kemi përballuar, edhe pak me ndihmën e Fed Invest, kur kemi asë vështirësi. Jemi menduar, jemi çuar prapë në këmbë, edhe ecim me ritme shumë të mira. Tregu është i garantuar, kemi punuar goxha. Jemi 3 vëllezër që punojmë, që kam hapur në këtë punë, kemi filluar bashkë. Kam në Selit, në Mollas, në Gramësh, 3 ferma që i zotërojmë ne. Edhe punojmë goxha shkëlqyshëm, me zogun e fushës, me zogun e detit, si të vogël edhe të rritur. E mundohemi të krijojmë një prodhim bio, sa më bio.